Misioni Ju kam dëgjuar në një intervistë që keni thënë ne jemi ata që kemi përgatitur Sali Berisha dhe kemi sjellë. Unë jam ai personi, pse thash. Po pse sot po e rrezoni Sali Berish? Është puna që unë kam ardhur me 90-ën me 23 nëntor. Ne hapëm ambasadat, se thonë Mileti që kemi hyrë në për ambasadat, që s'është e vërtet. Ky Rami Sali e ka ardhur në Amerikë për 7 ditë. Në Amerikë e kemi bërë plan, e pregatitëm për Ramizin, dhe Ramizi i hapi ambasadat, por i hapi Amerika që s'u vra asnjë njeri, që do vriqen shumë njerëz. A herë mua më lajmëroi, kam erdhur në 90-ën, unë kam dalë në televizor në 90-ën, televizor shqiptar, dhe ja kam shpjeguar shqiptarëve realitetin, çfarë do ndodhi. 5 partitë që krijoi Rami Salia janë gjallë, krijoi partinë Fronti Demokratik, që quhet sot Partia Demokrate, e ka ndëruar Rami Salia për 5 minuta emri, se i quhej Partia Socialiste, Partia Sabrigotos, Partia Republikane, Partia e Gjinushit, Partia Socialdemokrate. Po. Ishën 5 parti që u krijuan në Serbi. Si në Serbi, profesor? Po, u formuan në Serbi partitë nga serbët, sepse Rami Salia, Nexhimi Hoxha dhe Sabrigotova kanë qenë kokat e Miladin Popovićit dhe Dušanit.